Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Sekreti që nuk ua tregojnë. Hani këto ushqime dhe uli nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë si duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me njësor simptoma siç janë ndërrobitja fizike ose sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave të Brightside, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për të ndihmuar në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose ajo prej drithrit të plot të bluar në gur ka nivele më të ulta glicemike. Ato janë të pasur me fibër e cila ngadalëson thithjen dhe stabilizon gjithashtu nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe mollët janë një zgjidhje shumë e mirë për këta persona. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemie sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele më të ulta dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Kosi është vetëm një nga produktet e bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave të Healthline, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe beta-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrën në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fibër që kanë nivel të ulta glicemie Brennan 55. Ato janë të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, përmirëson ndjeshmërinë e insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhrat rekomandohen të hahen të freskëta sepse ushqyerja e saj është më e domosdoshme. Kështu përfitimet që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i hudrave do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për personat që vuajnë nga luhatjet të sheqerit. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe peshqit. Peshqit yndyror janë të pasur me omega 3, element ushqyes shumë të rëndësishëm të cilën ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e niveleve tuaja të sheqerit në gjak, të cilët do të ndikojnë gjithashtu në stabilizimin e luhatjeve të tij. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshme për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Fasulet. Të gjitha varietetet e fasuleve dhe bishtajave janë një zgjidhje e shkëlqyer sepse përmbajnë proteinë dhe fibra të rëndësishme, dy lëndë ushqyese që janë të nevojshme për balancimin e sheqernave në gjak. Fibra e tretshme, lloji që gjendet në sasi të madhe të fasulet, është i lidhur me përmirësimin e bakterieve të zorëve, reduktimin e rezistencës ndaj insulinës, të cilat janë të rëndësishme për njerëzit me diabet. Një porcion sa 1/3 e filxhanit me fasule ka 11 deri në 15 gram karbohidrate në varësi të llojit të tyre. Quinoa. Quinoa është një zgjidhje e mirë për njerëzit me diabet. Një gjysmë filxhani quinoa përmban 20 gram karbohidrate si dhe është e pasur me fibra dhe proteina të plota. Quinoa konsiderohen të jenë me indeks glicemik të ulët që do të thotë se nuk shkaktojnë rritje aq të madhe dhe aq të shpejtë të sheqerit në gjak. Tërshëra.
Fibra e tërshërës në tërshërën është e dobishme për shëndetin e zemrës, veçanërisht për uljen e kolesterolit si dhe për rregullimin e niveleve të sheqerit. Tërshëra gjithashtu tretet ngadalë dhe bën që t'jeni të ngopur për një kohë të gjatë, duke u bërë të prirur të konsumoni ushqime pas një vakti të mbar. Një porcion prej një filxhan tërshër përmban gjithashtu 27 gram me karbohidrate. Kosi. Kosi i paëmbëlsuar nuk përmban sheqer të shtuar dhe është i pasur me proteinë. Volontimet e fundit kanë treguar se kosi lidhet me nivele të ulta të rezistencës ndaj insulinës dhe glukozës në gjak. Për shembull, është një ushqim i fermentuar. Kosi përmban probiotik të dobishëm që luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e shëndetit të zorëve, nga i cili mund të përfitojnë në njerëzit me diabet. 6 lugë me kos të paëmbëlsuar përmbajnë 7 gram me karbohidrate. Frutat që përmbajnë shumë fibër. Frutat kanë shumë sheqerna dhe shpërndarje natyrale se sa ushqimet e tjera me bazë bimore si perime dhe drithrat, por frutat mund të jenë edhe një zgjidhje e shëndetshme për njerëzit me diabet, sepse ato përmbajnë lëndë ushqyese të tjera të domosdoshme si fibra dhe antioksidantët. Manafera, molla, dardha dhe bananet përmbajnë 15 deri në 25 gram karbohidrate në varësi të llojit dhe mallësisë, ku secila prej tyre përmban 4 deri në 8 gram fibra, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Kanella. Kanella është e njohur për aftësinë e saj në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës dhe për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Mund të shtohet në smoothie, drithra, kafe për një shije të këndshme dhe përfitime të mira shëndetësore. Spinaqi. Kjo perime është e pasur me vitamina dhe minerale, duke pasur një indeks të ulët glicemik që ndihmon në ruajtjen e nivelit dhe stabilizimit të sheqerit. Shtoni spinaqin në sallata, në smoothie dhe zgjerrje për një ushqim më të shëndetshëm. Avokado. I njohur si një super ushqim, avokado është i pasur me yndyrra të mira edhe me fibra. Këto përbërës ndihmojnë në rregullimin e niveleve të insulinës dhe ju bëjnë të ndjeni të ngopur për më gjatë, duke reduktuar dëshirën për ushqime që rrisin sheqerin. Boronicat. Këto fruta janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Volontimet tregojnë se boronicat përmirësojnë rrjedhjen e sheqerit dhe konsumohen si meze ose shtohen në drithrat me kos. Tërshëra. E pasur me fibër të tretshme, tërshëra ndihmon në ndalimin e përthithjes së sheqernave nga zorët, duke reduktuar kështu nivelin e sheqerit në gjak. Filloni ditën me një tas tërshëre dhe shtoni fruta për një shije dhe lëndë ushqyese. Kakao. Pluri i kakaos pa sheqer ka treguar efekte pozitive në nivelin e sheqerit në gjak. Flavonoidet në kakao ndihmojnë në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës. Mund të shtoni në smoothie ose të bëni çokoladë të nxehtë me qumësht bimor. Dietat e shëndetshme janë një mjet i fuqishëm për të menaxhuar nivelin e sheqerit. Duhet të përfshini këto ushqime në dietën tuaj, mund të ndihmojnë trupin në rregullimin e niveleve të sheqerit dhe të promovoni shëndetin e përgjithshëm. Konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj ose dietologun për këshilla të personalizuara dhe mos harroni se një jetë e shëndetshme e kombinuar më mirë me aktivitetin fizik të rregullt mund të ndihmojë gjithashtu në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave shëndetësore. Këto yndyra njihen edhe në përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është plot me antioksidant dhe shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me bazë natyrore, si çaji jeshil ose çaji i zi, për sa kohë që është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht nuk është dhënë një paketë me përfitime shëndetësore. Ato zvogëlojnë rezistencën e insulinës, ulin kolesterolin dhe parandalojnë rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani një patate të ëmbël. Vaj i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaj i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësinë dhe në një mënyrë jetese më të shëndetshme. Çokolata e zezë. Për aq kohë sa është ekstra e zezë dhe sa më errët çokolata me përmbajtje kakao dhe pa sheqer, më e mirë është. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por promovon edhe zvogëlimin e rezistencës së insulinës. Ndaj duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.